Prodhimi i përgjithshëm bruto, prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë në vitin kur ne morëm detyrën ishte më pak se 10 miliard euro. Në fund të vitit 2024 rezultoi 25 miliard euro. Dhe projeksioni ynë, që nuk është një dëshirë, por është një projeksion i bazuar tek puna e ekspertëve të Ministrisë Financave dhe ekspertëve ndërkombëtar që punojnë me ne, është që në Shqipërinë 2030 prodhimi i brendshëm bruto dhe prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë do shkojë në 35 miliard euro. Pra, në një dekadë ne kemi rritur prodhimin e përgjithshëm kombëtar 2 herë e gjysmë. Është, siç do shikoni në pasqyrën tjetër, është një rritje e cila është më e larta në rajonin tonë. Vazhdojmë. Këtu kemi pikërisht rritjen e prodhimit të brendshëm bruto të vendeve të rajonit dhe siç shihni në këtë tabel, Shqipëria ka rritjen më të lartë të prodhimit përgjithshëm kombëtar, ndërkohë që vendet e tjera vijnë me radhë më poshtë dhe nëse mesatarja e rritjes së këtij prodhimi për vendet e tjera është afro 65%, për Shqipërinë është mbi 100%. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të ardhurat për frymë. E kemi marrë detyrën me një nivel të ardhurar për frymë 3.300 euro. Në 2024 të ardhurat për frymë kanë arritur në 10.300 euro, pra 3 herë më të larta, dhe projeksioni për 2030 është që të ardhurat për frymë të shkojnë në 15.000 euro. Këtu jemi tek borxhi. Borxhi publik është një nga pikat kyçe të matjes së shëndetit të ekonomisë së një vendi dhe kur ne morëm detyrën, Shqipëria kishte një borxh publik të lartë, zyrtarisht 70.4%, por përveç kësaj shifre zyrtare, ne gjetëm edhe një borxh të fshehur ose më saktë të pa deklaruar, që ishte borxhi i krijuar ndaj kompanive. Sepse të gjitha kompanitë që kishin angazhime me shtetin, kishin ndalur së dhëni shërbimet apo së kryeri punët. Kompanitë e rrugëve, për shembull, nuk vazhdojnë më punën. Kompanitë që furnizonin spitalet me ilaçe apo që furnizonin shkollat me mjete mësimore nuk bënin më furnizime, për arsye se prej disa kohësh nuk paguheshin më. Si ka mundësi që të ndodhi kjo? Kjo mund të ndodhi dhe faktikisht ndodhi kur praktikisht u bën kontrata pa pasur parat në dispozicion. Për shembull, nëse kontraktohet një investim për të bërë një aks rrugor që kushton, le të themi, 10 milion euro dhe në buxhet ka vetëm 100.000 euro për këtë, fillon puna dhe pastaj ndodhi ajo në atë kohë që i thuaj kompanive vazhdoni se do t'ja u japim dhe ky borxh ku hynin edhe detyrimet pa paguara për invalidët e tjera ishte afro 700 milion euro në atë kohë. Dhe megjithëse ne kaluam në këtë periudhë edhe 2 momente kur patëm imponimin nga situata për të
rritur përsëri borxhi, momenti i Covidit dhe momenti i tërmetit. Sot ne e kemi ulur borxhin publik në 54%, që konsiderohet një nivel mesatar i arsyeshëm normal i borxhit për një vend si Shqipëria dhe në përgjithësi në kontekstin e rajonit tonë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek kredit e këqija. Do me thënë tek ato kredi që bankat japin edhe pastaj nuk arrin dot t'i marrin mbrapsht. Niveli i kredive të këqija kur ne morëm detyrën ishte pothuajse 25%, që konsiderohet një pik alarmi të kuq për qëndrueshmërinë e sistemit financiar. Pra, kemi qenë realisht në zgrip të një rënje të bankave. Sot, kreditet e këqija janë 4%, që është një nivel krejtësisht normal. Vazhdojmë. Këtu jemi tek inflacioni, e dim shumë mirë që rritja e çmimeve ka qenë një karakteristike gjithë viteve të fundit botërisht, edhe në Europë, dhe megjithatë Shqipëria ka pasur nivelin më të ulët të inflacionit, dhe këto të dhëna, kur flasim për ekonominë, çfarë kam sjell këtu janë të dhëna jo të shtetit shqiptar, po janë të dhëna të institucioneve financiare ndërkombëtare. Dhe këtu po të shikoni janë të dhëna të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Dhe në mesatarin e inflacionit në rajon gjatë 10 vjeçarit fundit, Shqipëria është renditet në vendin e parë pozitivisht me nivelin më të ulët të inflacionit.